Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një orë meditim, një orë mendim, duke pa krijesat, mirësit, begatitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se është më e mirë se sa 60 vjet falje nafile. Dhe shumë e saktë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njeriu po të mendoj nga erdhen kush i krijoi, si krijoi Allahu Xhelel Xhelaluhu, atëherë përfundimi i tij e fundit do të jetë që Allahu Xhelel Xhelaluhu është Khalik, krijues. Edhe nuk mund të ketë tjetër përveç Allahu Xhelel Xhelaluhu. Shikoni para 2 muajsh, këto ishin pa gjethe. Shikojni lajthia, hurmat, janë të gjitha me frute. Pemet e tjera, drujt. Shikojni në lartësi, ngjitet ujti, pa pas një send. Edhe i mendon, edhe nuk ka ku t'i shkoj mendja tjetër, vetëm se tek Allahu krijuesi i gjithësisë. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. E cilën mirësi dhe begatit Allahut e mohoni e njerëz. Allahu na bën për atyre që meditojnë, që mendojnë, që logjikojnë. Po sigurisht janë të pakët ata që logjikojnë. Allahu na bën për atyre, Allahu ju bekoft gjithë tashmë.